ti është pejgamber që sihri ja ka arrit kulminacionin, edhe për çfarë arsye? Në kohën e cilit pejgamber? Po. Po, në surën Bekara tregohet se mas vdekjes së Sulejmanit alayhis salam ka pasur ka arrit kulminacionin sihri kështu me radhë, po edhe në kohën e Musës alayhis salam. Edhe pse sihri domethënë çdo kohë nuk ka qenë i njëjtë. Për shembull në kohën e Musës alayhis salam sihri për shembull ka arrit kulminacion sihri takhayul, sihri fantazive. Për shembull me shkopin, domethënë me ato litarët, me gjarpni. Gjithë kjo ka qenë domethënë në kohën e Musës alayhis salam. Edhe ata kanë qenë të njohur dhe Musa alayhis salam kur është paraqitur domethënë me këtë mucize, gjithë ata ose Firaun ose gjithë ata kanë menduar se kjo është sihr. Edhe për atë shkak edhe i kanë mbledhën, edhe Musa alayhis salam, domethënë me mucizën, domethënë fejzën e Allahit, i kanë poshtë domethënë sirbast, edhe kjo ka qenë triumf i madh. Fitore e madhe, edhe është domethënë mirë po. Edhe në surën Bekara tregohet domethënë ky rasti mas vdekjes së Sulejmanit alayhis salam. Është sihri i cili është bërë domethënë me nda burin prej gojës. Ky sihr ndalon domethënë për atë sihri që ka qenë në kohën e Musës alayhis salam. Para atë domethënë sihri është i lloj-llojshëm, nuk është i njëjtë. Edhe në çdo kohë ka pas domethënë ka pas veçorinë e vet. Ka pas atë karakteristikën e vet. Në kohën e Musës alayhis salam ka qenë sihri domethënë sihri fantazive. Mesela kohën ku ka zbrit domethënë ato dy melaçe Haruti dhe Maruti ka qenë sihri i njohur domethënë mes njerëzve është ndarja e burit prej gojës. Edhe kjo domethënë varet prej kohës edhe prej vendit, edhe me siguri ajo ka marrë anën ai sihri. Ose sihri fantazis, ose sihri domethënë i ndarjes e burit prej gojës, ose sihri doni sihr tjetër. Se në kohën e pejgamberit sa ka qenë edhe sihri, edhe në kohën e pejgamberit ka qenë i njohur edhe pse pejgamberi sa direkt i ka bërë sihr. I ka bërë sihr Jehudi ka bërë sihr pejgamberit sa Lebid ibn Asam, qëllimi ka pas për me vrap pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Allah subhanahu wa taala ka rujt pejgamberin sa për këtë lloj sihrit dhe pejgamberi është duk se është të bëj diçka. Edhe pejgamberi sa e ka vet, Aisha radhiyallahu anha, ashtu i ndodh kjo, dhe pastaj i kanë ardhur pejgamberin sa dy melaçe i kanë treguar se është bërë sihr dhe vendin domethënë ku është bërë sihri, ku është mshef faktikisht sihri dhe kush e ka bërë. Edhe pejgamberi sa ka urdhëruar që të nxjerret ai sihri dhe të shkatërrohet. Domethënë faktikisht në çdo pejgamber ka pasur domethënë ka një lloj sihrit. Mirë, por nuk domethënë se i ka përfshirë gjithë llojet e sihrit. Se në kohën e Musa alayhis salam, kjo është lloji i sihrit i cili është cek. Që e kanë pas domethënë këtë sihri fantazive, domethënë lëvizja e litarëve, për shembull ose gjujtja e shkopit, edhe i cili bëhet në formë gjatë kështu me radhë, ose në kohën e Sulejmanit alayhis salam, në kohën e Muhamedit alayhis salam. Domethënë sihri ka ekzistuar domethënë gjatë historisë.